Megjithatë, ajo që mua më bëri përshtypje është që gjithsesi gjuha e tij nuk është gjuha e sigurisë që shiko fituam fitore madhe një tjetër, fitore pa diskutueshme. Tha përqindjet aty janë, ne kapim me batonin, na thu se batoni po ja heq ata votuesit. Më bën përshtypje diçka që kanë votuar 46% e votuesve, domethënë 1.7 milion shtetas kanë votuar, një shifër jo e pa konsiderueshme, po që gjithsesi nuk te I kalon, domethënë nuk është ndonjë shifër wow. Çka tregon që në përgjithësi kemi një votues I cili do jetë tradicional në linjë I pandryshueshëm dhe kjo favorizon Ramën, sepse zakonisht ndryshimet bien goditje të mëdha. Po. Kur ke një lumë të madh votuesi, siç ishin për shembull në 2013-ën, aty tregon që donin ta ndryshonin, ishte edhe ajo pjesa gri që dolin. Ndërsa këtu mund të thuash që kanë votuar ata që duan që të fitojë Rama. Dhe domethënë kemi që një rezultat deri tashti I cili është I frikshëm për Partinë Socialiste, sepse nëse vazhdohet me trendin e vorës, unë kam frikë se po doja del me këpucë të kuqe. Një gazetar I vjetër, I cili madje ka qenë më përpara ka qenë gazetar I Syrit, më tha që Berisha nuk merr më shumë se sa 20%, maksimumi tha 25%. Unë nuk e di, nëse ai del në një 10 edhe në vorë me rezultate të tillë, atëherë duhet parashikojmë ditë të zeza për opozitën. Jo, ti thu ditë zeza, kurse unë them ditë bardha, shqiptarët nuk e meritojnë këtë lloj politike tani, sepse gjithmonë mendohet, ndoshta kur unë flas keq kuptohem, unë edhe PD-n e shikoj, ose mbështetësit PD-s I shikoj si viktima të cilët duhen të shtiru, sepse po shpjegoj diçka. PD-ja është e djathtë. Mendohet. Është e djathtë. Domethënë në Shqipëri le të themi po quhet e djathtë. Në rregull? Dhe të mos jetë në gjendje të japi një alternativë. Zhvillimi, po të jetë gjithë kohën në gjuhën e luftës, e krimit, është të mërshme për I kom, po problemi është që çfarë do flas unë, kush jeton në Shqipëri nuk e koncepton dot se çfarë duke thënë, sepse votimet normalisht nuk duhet të jenë krimi, droga, votimet normalisht duhet të jenë alternativa. Domethënë, ne kemi bërë shumë përpara për problemi që ndro këtu, që këtë reakcion që tek unë, ishte për shembull këtë reakcion më jepte edhe mua rruga Tiranë-Kruj, Tiranë-Elbasan, që dilshin ato ndërtesat kështu, se di jam kupto. Bravo. Dhe pse më jep mua këtë reakcion ky, sepse një pjesë madhe të jetës time e kam kaluar në një vend që nuk është një gjuhë e tillë. Po. Ose nuk është një gjuhë e tillë. Jo, më fal. Nuk mendohet që dikush përdori një gjuhë të tillë. Ka një diçka, ka një problem, KQZ-ja po përpiqet të bllokojë shpalljen e numërimit elektronik. Kryetari I KQZ-s në fakt është Kunati Fatmir Mediut. Edhe Këtë nuk arrit ta kuptoj, por çfarë kuptoj diçka që po e them sot edhe besoj se e kam thënë dhe duket në emisionin që shkoj për punën aty 6 milion që e kam dhe të shkruar, është që çfarë kërkohet nga PD-ja, sepse pash edhe mënyrën që ai u kthy direkt në anglisht tani dhe kjo më shqetësoi, kjo më skuqi komplet, sepse banda që është pagu 6 milion në Amerikë është pagu pikrisht për të cilët rregullimi në Shqipëri dhe mu kjo më shqetëson. Ato, si më them, destabilizimi që mund të japë sa ekonomia të brisht. Pra ta kuptojnë shqiptar, gjithë ata që gëzohen, gjithë ata që janë të kënaqur me këtë monster, nuk e kanë fjalën për
ato të Partisë Socialiste. E kanë fjalën për këta të brenda, por që kanë ndonjë biznes, që kanë filluar me hap në biznes, ta përgatisin pyetën mirë se ça po përgatit ky. Se pas ngelin kështu, thonë, si nga na erdhi, nga ky të ka ardhur. Se çfarë është në gjuhën e tij, në formën e tij, është vetëm zullumi, është gjithmonë vetëm një kaos në Shqipëri. Dhe ky nuk e ka problem fare këtë. Ky e bo me qef këtë, e ka filluar që nga 90-91 me radhë, dhe kanë humbur jetën mijëra shqiptar. Dhe në ndërsa sot po dalim për shembull nga ajo si quhet Giro Italia, që e kanë pas 700 milion. Po, 700 milion shikime ka pa. Mund t'jetë një njeri që është futur vjetërë, se s'ka njeri, por 700 milion shikime nuk janë pak. Shumë pak e rëndësishme është kjo, po që të vish nga ai lloj pozicioni dhe të dëgjosh këtë lloj gjuhe në darkë është një shok për mua, kurse shumë vesh shqiptarësh e quajnë diçka normale, se unë çfarë shoh këto 700 milionë, shoh një respekt, një dinjitet që po i vjen Shqipërisë. Dhe do ishte okej për mua që do ishte një mrekulli për shqiptarët që kjo mos ishte kjo gjuhë. Okej, ndërkohë, Corriere della Sera shkruan që sipas exit pollit në Shqipëri kemi një fitore neto të kryeministrit Edi Rama. Mendohet që ka fituar 79 vende në 140, ndërsa Berisha ndalohet te 54 vende. Më pak se Lut Basha. Po kjo është pak rëndësishme nga kjo që unë po shpjegoj. Çfarë unë po shpjegoj është që azhurnoja online dëgjuesin, prandaj po them. Jo, po them, për dëgjuesin po e them dhe unë se pas këtij lajmi, po mua çfarë më të marron në ekonominë e brish shqiptare, mua më të marron pikërisht ajo ndryshimi i klimës qytetare, ndryshimi i imazhit të Shqipërisë. Asgjë tjetër. E qartë. Kushdo qoftë nga krahët politik ta bënte këtë, po në njëjtën gjuhë do flisja. Amarildo. Jo, Berisha pas ka thënë se duke se kemi kapur neve, që do me thënë neve kemi fituar, ka thënë. Pa e thapra, se ka peti unë e kapa, që ka fitu Berisha. Thashëm, tonën e vjedhin këti, gjithmonë, në gjithë zgjedhjet që ka pas, ky ndark fito ky, biles do rridhe pak në unë të hedhi fishek gjarë, në qofë se ka ngel në i lek. Tonën e vjedhin. Mëse që hamë. Lek kaj. Ndërkohë, Amarildo, unë shikoj një qëndrim të matur nga Partia Socialiste, e cila nuk e deklaron fitore në saj, po kanë filluar festimet në vorë, Celibashi është përpjekur që ta frenoj nxjerrjen e rezultatit elektronik, por dy qendra e kanë nxjerrë. Është ajo çfarë na tha Eda në fillim të emisionit, që kemi një rezultat 222 vota për Partinë Socialiste dhe 73 vota për Partinë Demokratike. Do me thënë i bie prap Partia Demokratike që ndron të 25%. Amarildo, më bën përshtypje që 25% i Partisë Demokratike është një rezultat katastrofal dhe mu më duket rezultati shkëlqyer, do më thënë, e vetmja gjë që më jep mund, nëse ky do jetë rezultati, është që shumë shqiptar po i thrasin mendjes, sepse për shembull po të them diçka që bëra një shkrim sot mëngjes dhe janë dy miq që e di që kanë qenë me PD-n shumë të flakt dhe aprovuan çfarë unë thash. Tra tregoj që janë deri këtu me këtë lloj gjuhe. Pra në momentin, e di që dua që gjithë shqiptarët shërohen nga kjo lloj gjuhe, nga ky lloj koncepti. Është qartë. Kaq.